Gënjesht edhe poster për shkak se të nderin për stadiumin, unë e kam shkrujt për to në 2 raste. Të nder është, na kemi nxjerrë skandalin për Albanit, besim të përparimin. Në që e përmeni, 2 herë që ka provu me kontraktu për mes procedurat prokurimit publik, ka pas tendencë të manipulimit të vjedhjes, edhe shpanalu të nderi. A mo ju ka besu dzet, sepse gjitha komuna kena Ministria e Hajrullah Qekut e ka por është besu, sepse gjitha komunat kanë pas probleme me Ministrinë e Financave dhe pastaj ka dol edhe Albani, edhe nëse s'ka qenë i vërtet, nuk i di detajt, po ka qenë i besueshëm. Dhe këtu përparimi në për debate... I pritshëm ky rezultat kështu për ty? Po, unë çdo herë kam thonë që në anën tjetër vetëvendosja është e para në Prishtinë në nivel qendror dhe ka strukturë, sepse përveç kandidatëve të mirë ka rëndësi. Ka qenë edhe në nivel komunal, po tash nuk është me rezultate të reja. Tash kjo është befasia, do thotë se vetëvendosja nuk është më e para, madje as e dyta, është e treta në nivel të asamblesë komunale. Po te kryetarët. Te kryetarët pra po thamë, duhesh këgjë shumë e pas ide për me mujt me sfidu. Përparimi vazhdon në gjykimin tim me pas ide si me transformu Prishtinën. Njerëzit dojnë me pa Prishtinën metropol. Nuk dojnë me marrë me gjonat vogla. A ka me realizu ajo? Dohet me pa, sepse unë këgja besoj që përparimi do e fitoj edhe një mandat, sepse disa veç i ka njës, do më thonë ka dhonë sinjale se a i donë mundet me jarrit ato, tashmo, si që ka thonë edhe vetë, i ka mësu edhe se si duhet qoftë me bashkëpunua mirë me nivelin qendror, qoftë edhe me gjetë rrugë tjera. Kësaj radhe kam ju dash shumë edhe nuk e dim se kush është qeveria. Brenda komunës. Unë me kuptu, që me prit në 12 vjetë, arkitekt ka qenë, a i ka ardhë prej Londrës, për menet ma gjilun, asë një projekt i madh nuk bëhat për katër. Ato fillojnë, e ka njësë unazën e jashtë me qytetit. Kjo që gjykot mas shumë të unë menegjer projektit ti maj mirë me e mbyllë rrugën edhe me bosheshin. A i bërlogën është përgjithësijet, leadershipit, të bërlogën nuk ka mujtë me jekë. Me gjitha dhe i ka gjithë rrugët alternative. Po qëfar rrugë alternative ka dhe jo mëse na kena harru, se na shumë mësë qëshose. Kena harru edhe për komunikacionin, kena harru nga qësh ka qenë para 3-4 veta personale, po le. Ka shkatruën, sa ka gjykimi juaj. Unë e përgëdam se qytetari e ka vlerësu që me gjitha të ka qeveris mirë dhe kësaj here. Qytetari, qëre sa e ka vlerësu? Jo, ka ma shumë vota se partia, edhe ma shumë se herë në kalume. Për mua është befasi, që kam rri në vendin e parë kë. Sepse a dash me qenë këta 2, Hajrullah Qekut dhe Rani Ismaili. Përgjithësi e bërlogut është e kryetarit, nuk është e kryeministrit Kosovës. Se a e menagjan, kjo është leadershipi. E dyta, problemet e infrastrukturës. Te pastrimit, te mbeturinat, ka pas hise dhe uranit, dhe më thonë. Kjo është ideja, sepse ka qenë pjesë... Ne në ekonomi e mësojmë një model tjetër. Kur je përgjec leadershipi, a ban marveshja, ty shbanon e i kërkaj lëgari leadershipit. Përgjecësia është leadershipi. Për këtë arsye është leadership. E tha profesori edhe pak më herët. Janë negociatat, janë diskutimet. Në qoftë se ti nuk mund me arrit një gjotë të tillë, i jep dërheqje edhe me drejt e ki në rrethona normale, po kur nuk ka vullnet politik, ti këshyre që na bënën as kuvendin s'po mund, as institucionin e zgjedhur. Ky problem është na përket komunat, në fakt edhe duhet mu zgjidh për shkak se ndërmarrjet publike, na shta e din që është menagjohet. Pjesa ma e madhe bordëv i përcakton qeveria, një antar, 2 antar, i kanë ata, edhe mandej që kjo... është një model që nuk po funksionon e po nëzirë të lashen gjithë Kosovë. Nivelli qendror, po ndikon atjellë në të problemet. Nëse e vazhdojnë, na me adhon ka një mendim për sësë dhe piktyne. Për parim Roma menaj që u konë në disavantaj deri në momentin, deri një muj para fushatës elektorale, edhe...